Për përgatitjen e kësaj recete na duhen 300 gram gjokës pule, na duhet një pana, vaj ulliri, krip, piper i zi, 2 lugë gjelle me salcë domate dhe një spec i kuq. Gjëja e parë që do bëjmë është të presim specin. Specin do ta presim në kubik të vegjël. Pasi kemi përfunduar me specin, do presim edhe fileton e pulës në copa të vogla. Kjo është një recet tigani e quaj unë, që gatuhet shumë shpejt. Kemi përfunduar dhe me prerjen e filetos. Në një tigan do hedhim vaj ulliri edhe do shtojmë copat e filetos së pulës. Ndërkohë që fillojnë të skuqen, fileton e pulës e trazojmë her pas here. Do t'i shtojmë pak krip. Edhe e trazojmë vazhdimisht. Siç ju thash, është një recetë e thjeshtë për të gatuar. Unë e gatuaj shumë shpesh në fakt. Është një nga gatimet e mia të preferuara, sidomos kur nuk kam kohë. Pasi është skuqur pak fileto e pulës, ne do t'i hedhim edhe specat që të skuqen së bashku. Specat japin shumë shije kësaj recete. Mund t'i hidhni edhe disa lloje specash për t'i dhënë edhe ngjyrë më të bukur recetes. Unë zakonisht e bëj vetëm me specin e kuq. Do edhe pak të skuqet speci. E kontrollojmë me lugë nëse është pjekur apo jo. Do edhe pak. Tashmë do t'i hedhim salcën e domates. Edhe pak krip. Edhe pak piper të zi. Ndjehet aroma e mrekullueshme që ka marrë dhoma. E tashmë ka ardhur momenti që t'i hedhim edhe panën. Panën e shplej me pak ujë. Pasi kemi hedhur panën, do ta trazojmë mirë. Do ta lëm vetëm 3-4 minuta. Ndërkohë do t'i hedhim edhe pak piper të zi. Edhe pak fare krip. E trazojmë sërish. Fikim vatrën. Dhe recetën tonë kemi gati. Ta lëm të ftohet pak edhe më pas ta servirim. Me këtë recetë mund të hanë fare mirë 3-4 persona, pasti kjo është një nga ato gjellë që hahet me çapa edhe të shijon pafund.